Dhe shkojmë tani në Hagë atje ku përmbahet seanca e radhës në gjykimin ndaj Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit në dhomat e specializuara të Kosovës. Seanca e së martës ka filluar me dëshminë e dëshmitarit pa masa mbrojtëse Agim Idrizit. Ky është edhe dëshmitari 21 në këtë çështje dhe do dëshmoj për rëmbimin dhe ndalimin e tij të pretenduar nga pjesëtarët e ushtrisë ligjtarit Kosovës. Ndryshe në seancën e djeshme, prokurori specializuar ka filluar të lexojë përmbledhjen e dëshmisë së këtij dëshmitari. Paraprakisht, kryetari i trupit gjykues gjykatësi Charles Smith ka bërditur se zyra e prokurorit të specializuar ka dorëzuar një parashtresë që është kërkesë për konferencë me anë të videos për dëshmitarin 03T27. Lidhur me këtë, ekipet mbrojtëse do japin komentet e tyre gjatë ditës.